Miq të nderuar, ndjekës të podcastit ton të Radios Sibilat e Veriut, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin ton. Tema e emisionit ton sonte është promovim libri dhe me neve është si zakonisht bashkëpunëtorja jonë e përhershme dhe në studion e Lezhës zonja Prenda Sejdia, si dhe me ne është edhe autori i librit të cilin do ta promovojmë sonte, zoti Pjetër Gjoka. Zonja Prenda, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emision. Mirëmbrëma zoti Gzim, mirë se ju gjejmë. Mirëmbrëma të nderuar miq të Radio Sibilat të Veriut, kudo që ndodhen janë në mani globit. Ne në fakt para pak ditëve së bashku festuam festat e nëntorit, të festat mëdha kombëtare, dhe uroj e shpresoj që të keni kaluar bukur. Gjithashtu dhe sonte, shpresoj që ta kalojmë po aq mirë, meqenëse se në podcastin tonë është i ftuar një intelektual i cili kaq shumë i ka dhënë kombit, sepse të jesh pajtues në raste të ndryshme është gjëja më hyjnore që mundet për të bërë njeriu, dhe sot e kemi pikërisht atë që i duhet këtij podcasti, i duhet kësaj shoqërie në një farë mënyrë për sensibilizimin e shumë ngjarjeve, shumë gjërave, mënyra se si mund të bëjmë jetën më të mirë. Për ju sonte Pjetër Gjok Marku. Zoti Pjetër, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Faleminderit juve. Faleminderit gjithëve. Gëzuar të festa në fund vitit, të ngjarje të mëdha të historisë të popullit shqiptar. Jemi akoma në atmosferën e tyre dhe gëzuar këtë festa. Gëzuar, zoti Pjetër, dhe mirë se vini në emision sonte. Pra, miq të nderuar, siç e thamë edhe më herët, do të promovojmë një librin për pajtimin e gjaqeve. Pra, pajtimi, ky mision i shenjtë i kombit, monografi, biografi dhe mision të zotit Pjetër Gjoka. Libri, siç e dini, ka dalë qysh në verën e kaluar. Në këtë verë dhe neve një promovimi kemi bërë edhe në Lezhë, por sonte do të zbërthejmë më gjerësisht, me që kemi edhe kohë të mjaftueshme për të folë për librin dhe për të shpërndarë në një audiencë më të gjerë në të gjitha hapësirat e globit, pra gjithandej ku ka ndjekës dhe ku ka shqiptar. Pra, miq të nderuar, mirë se vini edhe një herë, dhe neve do të fillojmë pa humbur kohën me promovimin e librit. Fillimisht, pra, kemi planifikuar që të lexojmë, me që unë jam redaktor i librit, do të lexojmë pra pjesën e redakturës së këtij libri që neve kemi shkruar për librin e zotit Pjetër Gjok Marku. Na lejoni për pak kohë që ta zbërthejmë, pra brenda asaj hyrje që kemi bërë për librin, që ju pak a shumë të njoftoheni me rrjedhën e librit. Unë kam quajtur një himn humanizmi dhe guximi në funksion të pajtimit. Librin që tashmë e kemi në dorë nuk është thjesht vetëm një monografi për zotin Pjetër Gjoka, por një dëshmi e gjallë e fuqisë pajtimit, por ajo është edhe një homazh për një figurë shumë të rëndësishme që tashmë është edhe pjesë e historisë kombëtare të pajtimeve. Kohët tona pos problemeve të mëdha shoqëror patën dhe kaluan edhe ndasi të thella të akmarrjes si problem dhe i trashëguar në shoqërinë shqiptare që ka kërcënuar dhe kërcënon vazhdimisht genin e shoqërisë sonë. Dhe pikërisht në kohën e fillit të demokracisë, kur kjo plagë po përhapej me të madhe, shfaqen figura si Pjetër Gjoka si një pishtar shpresë dhe një misionar i vërtet i pajtimit dhe paqes. Kjo monografi pasqyron dritë jo vetëm për jetën e pastër e plot trashëgimni të përkushtuar të Pjetër Gjokës, por është edhe një rrugtim të palodhur në çdo cep të hapësirave shqiptare, duke hyrë derë më derë në familjet shqiptare të ndara nga gjakmarrja. Me shumë përkushtim, durim e urtësi, por edhe me shumë dashuri për lirinë e njeriut, ai në për shumë familje ja arritit që të shkrija akullin e urrejtjes, të shkullasmërinë
dhe të shpëtoj qindra jetë nga vrasja dhe vdekja e sigurt. Ai nuk ishte vetëm një ndërmjetës mes familjeve, ishte një melhem për shpirtrat e trazuar nga urrejtja, ringjalljes shpresës për paqen dhe dritën, i cili përmes mesazheve të pajtimit e faljes riktheu dinjitetin njerëzor dhe humanizmin në ato familje ku kishte humbur prej kohësh. Brenda librit shpalosen aftësitë e Pjetrit për ta ndërlidhur trashëgiminë e pasur kulturore shqiptare me parimet e përgjithshme universale të paqes. Duke qenë i brumosur thellësisht me kulturën dhe traditën shqiptare në njëjtën kohë, si vizionar që shikon përtej kufive të ngushtë të akmarrjes, por drejt një të ardhmeje që themelit i ka në mirë kuptim harmoni e bashkëjetesë. Kontributi dhe puna e tij dëshmon se edhe në momente më të vështira e të herta, fryma humane njerëzore ka fuqi për të kapërcyer urrejtjen ndasitë e dhunës duke ndërtuar ura të reja bashkëpunimi e paqeje. Dhe derisa po shfletoja këtë monografi për pajtimtarin Pjetër Gjoka, më kujton shumë figura kombëtare që i shërbyen atë dheut e kombit dhe i dhan dritë të ardhmës së këtij. Kujtoj vitet e 90-ta të shekullit të shkuar dhe lëvizjen e pajtimit të gjaqeve në Kosovë, si iniciativë studentore e cila u shndrua në një aksion mbarkombëtar për pajtim. Kujtoj ato vite kur në kryet asaj lëvizje mbarkombëtare për pajtim na printe urtaku i madh Anton Qeta, i cili me tërë kapacitetin e tij u vu në balë të këshillit të pajtimit të gjaqeve në Kosovë. Na duhej një pajtim i tillë, na duhej një bashkim sepse po vinin kohë të zymta, na priste lufta. Dhe jo rastësisht thot Pjetër Gjoka, aty ku e la Anton Qeta, ne do të vazhdojmë misionin deri ta realizojmë. Nuk lëm dot pa përmendur edhe figura shumë të rëndësishme të këtij misioni, i cili përkrah Anton Qetës dha kontribut të çmuar edhe në aksionet e pajtimit të gjaqeve në Kosovë. Motoja ati ishte vllazërimi dhe pajtimi, një aspekt thelbësor i misionit të tij për promovimin e vllazërimit dhe pajtimit mes njerëzve, pavarësisht përkatësive fetare. Unë jam shumë i bindur se misioni i Pjetrit ka qenë i frymëzuar edhe nga një moto e të madhit Domlushi. Nëse nëna Terez gjithë jetën e vet do të lutej për paqe e dritë për njerëzimin, ne duhet të jemi krenar se ajo ishte shqiptare dhe përfaqësonte virtytet njerëzore kombëtare, por edhe zërin e Zotit. A nuk e dëgjoi lutjen e saj krejt bota dhe ne ndjehemi krenar. E po ky virtyt, ky zë i shenjtëreshës së Zotit, a nuk është edhe virtyti trashëguar edhe tek Pjetër Gjoka? Është kushtrimi për paqe, për mirësi, harmoni mes njerëzve, është zëri për liri njerëzore, për një botë të lirë, e liri të plot për secilin njeri të Zotit. Durimi dhe urtësia e Pjetër Gjokës më kujton Rugovën e Madh, Gandhin e Ballkanit, i cili për çështjen e kombit mishëroi durimin dhe urtësinë në kërkim të paqes. Pjetër Gjoka ka pasur fatin të veprojë si misionar në Lezhën e Beslidhjes, pikërisht ku aty më 2 mars të vitit 1444, princat shqiptar me në krye Gjergj Kastriotin lidhen besën për bashkim, por edhe pik tjetër kyçe pasi princ Lek Dugagjini shpalosi kushtetutën e kohës apo kodin e maleve i quajtur Kanuni i Lek Dugagjinit që mësoi popullin të vetë qeveriset. Ky kanun më 1263 nene, i cili sot studiohet në disa universitetet të botës deri në Amerikën e Largët, a nuk janë këto frymëzime që kanë mishëruar dhe përcjell misionin e pajtimtarit Pjetër Gjoka dhe pikërisht ky dokument i vjetër, ky mision synon pajtim e bashkim kombi. Duke sjellë ngjarjet në mënyrë kronologjike nëpër mote e dekada, aktivitetet dhe kontributet e Pjetër Gjokës do të shërbejnë si frymëzim edhe për breza të tërë. Le të shërbej ky libër jo vetëm si biografi, monografi apo edhe autobiografi për Pjetër Gjokën, por edhe si një shembull dhe dëshmi e gjallë e kohës që po jetojmë dhe një pasqyrë gjallë e një shëmbëltyre shqiptare dhe në mënyrë se si një njeri me përkushtimin e tij mund të ndryshojë fatin e shumë familjeve shqiptare, fatin e një mase të gjerë të popullit dhe etnisë që i takon.
Përmes këtyre rreshtave lexuesi do të njihet me veprën dhe shëmbëltyrën siç është Pjetër Gjoka dhe filozofinë një çështje shumë të rëndësishme duke shpalosur sfidat, sakrificat dhe kontributin e tij. Le të jetë kjo dëshmi për Pjetër Gjokën një kujtim i mirë se paqja nuk është e paarritshme, por është një proces që kërkon vullnet, kurajo, përkushtim, besim të pathyeshëm për mirësinë e njerëzimit. Trashëgimia e tij, vlera e thesarit që na mëson e rrëfen se pavarësisht sfidave dhe pengesave që dalin, ka gjithmonë një rrugë dhe rrugdalje që çojnë drejt pajtimit. Këtë vizion e gjejmë tek Pjetër Gjoka. Nëse gjithë ajo që sollëm duhet përcjell dhe mesazhin tim, le t'i bashkohemi kësaj nisme të misionarëve që të gjejmë rrugën e përbashkët të unitetit, të bëhemi model në botë ashtu siç i takon shqiptarit. Të gjejmë forcën, të rikthejmë besimin, të rikthejmë paqen dhe qetësinë, të ruajmë jetët njerëzore, të forcojmë kohezionin shoqëror, të promovojmë vlerat e larta njerëzore dhe të ndërrojmë trashëgiminë kulturore shqiptare. Ju misionarët e paqes jeni heronit e eshtur të kombit. Paqi lavdinë e përjetshme në altarin e dheut. Unë miq të nderuar, kaq kisha në këtë hyrje, në këtë prezantim sa për të njoftuar me rrjedhën që do të na përcjell në këtë emision pra librin, dhe tani më jap fjalën zonjës Brenda Sejdia në studion e Lezhës. Faleminderit zot Egzim për këtë përmbledhje kaq të bukur në pak fjalë, që është një libër me 300 paqe, një mision shumë dekadash, por ke sjellë esencë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Unë do i drejtohem Pjetrit në këtë formë. Pjetër, ju jeni autori 3 librave, por ky është i dyti që flet për këtë mision kaq të shenjtë. Pra pajtimi, ky mision i shenjtë i kombit. Pra që është i dyti. Kemi folur për pajtimet dhe sa i përmbushur ndjehesh në dokumentimin e këtij aksioni që ende është në proces. Në fakt, ky proces nuk mbaron kurrë. Pra shko sa ka njerëz mbi dhe. Por bëhet fjalë për mision që ju e trasoni që prej dekadash. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit ju dhe profesor Ageret. Faleminderit. Përshërimin, për ndihmesën që keni dhënë, për hapësirën që më keni krijuar për të qenë bashkëpunëtor me juve, se kur nuk do t'ja kisha arrit ta sistemoja këtë libër, kaq bukur, pa animen tuaj, pa animen e profesorit, pa animen tuaj, zonja Brend, pra ne ju falënderojmë. Ne materialin e ketë ku vetë, pastaj për të sistemu nuk ashtë tona i nam. U falënderojmë nga zemra. Dhe respekt, zot më tjetër. u falënderojmë gjithashtu për ndërsimin që më bëni. Duke ngritur në ato nivele që u shpreh edhe profesori të punës time si misionar, unë sinqerisht, edhe nga vlerësimet e profesorit, edhe nga vlerësimet e bashkëpunëtorëve të mi, bashkëpunëtorëve të mi, nga institucionet shtetërore, shoqërore, nga vlerësimet që më bëjnë, shpesh herë i kthehem vetes. More, po i meritoj unë këto vlerësime, vërtet i meritokëm, dhe me bën të jem më i vëmendshëm, të jem më i shtruar, të jem më i kujdesshëm, të jem mbi të gjitha më i përkushtuar. Kjo më jep forcë, kjo më jep energji. Dhe sigurisht, për të arritur këtë pikja që ju zonja Brend me drejtoni, ndjehem edhe i plotësuar, sinqerisht ndjehem i plotësuar, ndjehem i plotësuar mirë për drejt tani, por mbi gjitha i angazhuar për më shumë punë, më shumë përkushtim në shërbim të komunitetit të qytetarëve, të kombit shqiptar. Faleminderit. Në përgjigje zoti Pjetër. Po fillim, do zgjatem vetëm 5 sekonda. Po.
Jo pa qëllim e bëra në fillimet programit këtë pyetje, sepse ti na falënderohesh, por unë e kam pas një vërejtje të vogël, prandaj dua ta them publikisht. Sepse je shumë Modest. Shumë modest. Je modest dhe e ke shumë vështirë me fol për veten. Në një kohë që ti mundesh me fol me orë të tëra me libra të shumë. Dhe kjo ishte arsyeja pse kjo pyetje të erdhi që në fillimet e programit. Faleminderit. Po zotit. Unë duke i kërkuar zotit Pjetër që të mos jetë modest, sepse çështja është shumë më e pasur dhe kontributi gjithashtu është shumë më i lartë. Do t'i lutesh zotit Pjetër që në fillim na flet diçka për vetveten, por jo me modesti, por me gjithë ato që i ka dhe që ka punuar me punën dhe kontributin që e ka dhënë, domethënë na flas pak më gjerësisht, fillimisht pa na flet për vetveten, për jetën, për veprën. Faleminderit. Ajo që unë duhet të theksoj, duhet ta marr nga fillimi, nga mosha ime në e re, nga trashëgimia ime dhe për të ardhur deri këtu në mënyrë të përmbledhur sigurisht. Por gjithçka lidhet me trashëgimin që unë kam nga të partë e mi, nga familja ime, nga paraardhësit e mi, të cilët gjithmonë historikisht të gjitha etapet, të gjitha brezat kanë trashëguar një jetë aktive për sa i takon pajtimeve, paqes, përcjelljeve të mesazheve të paqes, kudo, në komunitet, në radhë para aty ku kanë qenë, aty ku kanë jetuar. Por edhe mandej, gjithë hapësirën e Mërtitës, të krahinës së Shkodrës dhe pothuajse në gjithë krahinën verilindore të Shqipërisë. Dhe kjo më ka aplikuar. Dhe që në moshë të re, që në moshë të vogël, që në kujtohet shumë mirë, që në shkollë, që në moshën e adoleshencës, unë kam qenë një prirë dhe një predispozuar për qenë aty ku kishte një konflikt, ku një mosmarrëveshje të vogël për ndarë dy persona, apo ma shumë persona mes njerëzve, për të vendosur të vërtetën, për të vendosur paqen, mirëkuptimin, dhe ajo ishte aty. Që atëherë e kisha këtë ngjësi. Bile mbaj mend, që bashkëmoshkatarët e mi, dhe kur kishin ndonjë problem, me vishin e më kërkoshin mua, më kërkoshin mbështetje, më kërkoshin Norën time, i kemi thënë Norën, kemi thënë Norë, i kena thënë Bestane. Ndoshta do të ishte mirë pak të shpjegohet ndorja, sepse në Kosovë shumica nuk e din, gati në zonat malësore ndoshta po, por çështjen e ndorës. Po, ndorja është një institucion në kodin e shqiptarit e shkruar këtu në kujtesë, në memorje, në traditën e shqiptarit. Në kod. Ndorja është bes. Ndorja kur një njeri në siklet, në përnjekje, i dorëzohet dikuj, i bjen Norë, jam Norën tanë. Po ne e përdorim Norë, shkurtojmë si term fjalësh, po kjo do më thënë në dorën tanë, tani jam dorën tanë, nuk kam gjanë dorën. Dhe atëhere e gjithë mbrojtjen e merr përsipër pala që ti i bjen Norë. Po gjithsesi do t'isha lutur tash të kthehemi pak tek historia juaj, tek fëmiria juaj, tek jeta juaj, rinia juaj, ndoshta pak do të fillojmë nga ajo mosha më e re për të ardhur më vonë edhe tek çështjet e tjera. Dhe kështu unë kam qenë përfundimisht, kam konsideruar të tjerët si aktivist shoqëror, do thonin. Je një aktivist i mirë, je një aktivist që nuk shikon veç punën tënde, veç tu afër vetes, por shikon edhe integrohesh edhe në jetën e tjerëve. Je aktiv. Dhe kjo me ka dhënë gjithmonë një suport, një mbështetje të madhe, kudo që kam qenë. Sepse jam vlerësuar, sigurisht. Në moshën më të re unë jam marrë
Kem marrë me rinin, kemi thënë ne, atë kohë, duke qenë aktivist i rinis, i njohur si aktivist i rinis, e mbulosha pjesën e rinis, jo vetëm të fshatit tim, por edhe të fshatit bashkuar, zonës, këtë Krahinës. Isha prezenci i rinis, sekretari i rinis, sepse këtu, si duket, e bëja mirë të punë, edhe ma këshën besuar, dhe e kam justifiku. Dhe thënë drejtën të shqipë. Për te modestis, e kam justifiku, sepse pa kanë rikëthi. Ishte forca me gjallë e shoqërisë në atë kohë, dhe prej aktivist i rinis, kam evoluar me Frontin Demokratik, kemi thënë në pas, në atë kohë, në atë regjim që ka kaluar, Fronti Demokratik që një organizatë shoqërore, dhe pastaj me gjithmonë me shoqërinë civile. I angazhuar për të mbrojtur një shtresë caktuar, për të përfaqësuar në fundit një pjesë të shoqërisë, po duke qenë aktiv edhe në pjesë të tjera të shoqërisë. Dhe kjo më ka bërë pastaj më vonë, duke u pjekur, që të jem edhe pajtimtar, dhe kam menduar shumë gjatë për të marrë përsipër një mision. Fundit për te na ka sjellë Zoti në këtë botë, që të jemi të paqes, që të jemi të mirëkuptimit, që jemi të bashkëtojmë së bashku në paqe, në harmoni. Edhe Jezusi edhe gjithë profetët, të gjithë, dhe përmet paqes së dashurisë kanë ardhur në këtë botë. Sigurisht se po, zoti Pjetër, por unë duke i njohur rrethonat, pra dua të kthehem pak te gjeneza juaj, sepse ju edhe e keni pas edhe në trashëgimni pajtimin. Pra nuk do të la të ikim kaq shpejt që t'i ka përcejmë disa gjëra aq lehtë edhe. Pra, tek gjeneza juaj, tek babai juaj, apo edhe ndoshta edhe më herët. Unë gjyshin tim e kanë quajtur Pjetër. Ai me ka pagzuar me emrin e tij, me emrin Pjetër dhe mua, dhe ai ka jetuar shumë gjatë, ka vdekur në moshën 110 vjeç. Unë kam jetuar një 15 vjet e para, dhe ai me ka pagzuar me emrin e tij, dhe më thoshte, ta kam gjitur Pjetër, sepse duhet më shërbesh mua, dhe unë s'kam përse i tham dikujt tjetër që të shërbej, duke më shërbej Pjetri, dhe me qëllimin thotë për të një Pjetër, për të shërbua një Pjetër më pas. Dhe jam përpjekur që gjyshit t'ja baj edhe këtë obligim që ai më kishte ngarkuar, dhe e kam kryer për atë kohë sa kam mujt, i kam shërbyer gjyshit, po edhe kam marrë shumë nga gjyshi, edhe për atë periudhë, sepse ajo periudhë ishte periudha më e mirë që ishte në marrje. Dhe unë problemet që kam përjetuar gjyshin atëherë, kohën që kam përjetuar gjyshin, i kam bët fresë sa ato që kam para 2 muaj, 3 muaj, para një viti. Gjithsesi, pajtimi i gjaqeve ka qenë trashëgimni, apo? Qysh tek gjyshi. Gjyshin e mërshin si njeri të drejtë, njeri të besuar. E mërshin edhe krahinat, pale kështu grupe njerëzit vogla individ caktuar, por edhe krahina me krahinën. E mërnin, ta bëni filanin, ta shkelaj me kam, dhe qofte bame. Dhe më thënë, e qunin njeri të drejtë, njeri të paqës, njeri të mirë, njeri besnik, njeri sakt, njeri besimtar, tek Zoti. Pak. Të ndalim e pak edhe tek nga ju lindi ideja librit të dytë mbi pajtimet, dhe ju keni hartu edhe pjesë pra nga pajtimet e gjaqeve në Kosovë. Dhe sigurisht se mbi çfarë na thua për pajtimet e gjaqeve në Kosovë, cila ka qenë lidhja juaj, cili ka qenë frymëzimi juaj, cili ka qenë bashkëpunimi juaj me pajtimtarët e Kosovës. Pra duke filluar nga Anton Qeta dhe gjithë ajo armatë e tërë e pajtimtarëve të gjaqeve në Kosovë. Këshilli ose misioni i pajtimit të gjaqeve në Kosovë është një shkollë vërtet. Është një mision shumë i madh. I kobi shqiptar, një vlerë. Në një kohë aq relativisht të shkurtër
të bëhet gjitha organizim. Të kthehet nga një lëvizje thjesht e disa këshilltarëve, disa elitave, të kthehet një lëvizje masive e rinisë, intelektualëve, e gjithë kombit shqiptar, ishte në fundit një arritje shumë e madhe, që ka vlerat të jashtëzakonshme për kombin shqiptar. Dhe veçanërisht vlerat konsistojnë në kohën që ai lindi si nevojë, sigurisht, urgjente për kombin shqiptar, që ai të ishte i bashkuar, sepse pa qenë i bashkuar s'mund të kishte rezultat në luftë për shlenimin, në luftën për liri të Kosovës, pra erdhi në kohën e dur, dhe u shfrytëzoi në kohën e dur. Dhe është një vlerë e jashtëzakonshme, është edhe një shkollë, sigurisht. Kjo më ka frymëzuar shumë. Roli i Antonçetës, i bashkëpunëtorëve të tij, i klerit të Kosovës, i rinisë, moshët më të reja, ju bashkuan Antonçetës dhe mushën hapësirat, mjediset e Kosovës. Pa u bë kështu, pa u kthej kështu në një lëvizje popullore, nuk mund të kishim ai rezultat që ishte. Dhe shumë frymëzuese. Zënë Prenda, do të kishit ju brenda kësaj pyetje të shtoni diçka? Po, si mendon për pjesëmarrjen e rinisë që the edhe rinia? Sa vështirë do ketë qenë për të bindur ata për të brenda këtij misioni, konkretisht në atë kohë që kohrat kanë qenë shumë të vështira, si arritën më bind ata ajo pjesë e rinisë atëhershme, po pjesë e gjallë e këtij misioni të dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Sigurisht, theka, pak më parë që koha ishte e përshtatshme. Dhe u shfrytëzoi mas miri, u përdor mas miri ashtu siç duhet për të shërbyer qëllimit, pajtimit, dhe u bën gjithë ato pajtime në kohë shumë rekord, në 2 vite, me 2-3 kovene, u mushën sheshet, dhe me thënë drejtën, si arriti mu bashku. Po kjo arriti mu bashku se herë në të parë puna këtu që nërë e këshillit e vetë Antonçetës me bashkëpunëtorët e tij. E një krush i vogël, që ditit sqarohet, ditit bashkëpunoj, ditit shtërradhet, dhe ditit ku pushtetet që në. Aty pa pjesëmarrjen e trive, intelektualëve, të gjitha fushave. Panimin edhe të gruas shqiptare, edhe të gruas kosovare. Pa një rol të jashtëzakonshëm edhe në Kosovë, edhe këtu në Shqipëri. Pra, lëvizje masive. Kjo është e veçanta. U kthye në lëvizje masive. Dhe këtë po synojmë edhe këtu në Shqipëri ne. Që televizje ta kthejmë, se nuk e kemi kthyer akoma, nuk kemi arritur ta kthejmë. Pa bërë mirë të nuk mund të bëjmë asgjë, se ne drejt asaj e mendojmë, e kemi objektivin për një amnisti përgjithshme të faljes të gjitha gjashjeve, plagëve, gjysmë gjaku, plagosjeve, hakmarrjeve të ndryshme, plagëve të shekaluarës, e kemi një amnisti në shkollë kombëtare, e t'i lamë me njanë të herë, fillojmë një jetë të re. Se nuk kemi përse kthehemi pas, e të merremi me njëri tjetrin, e për më tepër të hakmerremi, e të sakatohemi me njëri tjetër që shnohë. Në shumë raste. Dhe me këtë drejtimi jemi pak mbrapa. Nuk jemi në hapin e kohës, nuk jemi shumë më përpara. Dhe ne shpejtësojmë si këtë lëvizje ta kthejmë lëvizje popullore. Dhe tu kthejmë lëvizje. Është problemi që i përket gjithkujt. Në peshën e vet, në mënyrën e vet, në shkollën e vet, në hapësirën e vet, kudo, në fshat, në lagje, në komunitet, kujdo i përket. Dhe sigurisht shka njeri që nuk jetë mirë, ku bati pajtimi malë, ku pajtot i gjak, para në lot një vrasje, para në lot shpëtot një jetë më shumë. Po ka e gjo më të madhe? Po ako punë më të madhe? Sa të falish një gjak? Mund të falish gjo më shumë se kashë.
Për ne është lapidar. Falja gjallë është. Për ne është trimëri, se kemi të kthej vetës tonë, kemi të kthej dhimbjes tonë, e për të falë, për hir të jetës, për të falë jetë. Është gjesti, është veprimi ma kapital, nuk ka gjë ma kapitale se kaq të falësh jetë. Dhe kështu vlerësojmë, dhe kështu vlerësohet. Për ne telet do ta bëjmë problem të gjithëve. Nuk mund ta bëjmë një grup njerëzish, pak njerëz. Duhet një lëvizje masive. Dhe ne të kësaj shkojmë, dhe thonë Zoti që do ta realizojmë. Popi shqiptar do të ketë një stat tjetër, edhe integrimet, edhe aktualisht integrimi në Europë na kërkon shumë më tepër, që kemi të shkojmë dhe prezentojmë më shumë vlera tjera që kemi vlera si komp. Kemi identitetin tonë, kemi kulturën tonë, kemi shpalosim në Europë e kudo në arenën ndërkombëtare. Zonja Prenda, keni pyetje tjetër? Ju, Pjetër Goxha, edhe për kaq minuta Goxha ke hyrë në brenda temave, por cili është pikërisht qëllimi i misionit? Po, qëllimi i misionit edhe për këtë mosarritjen. Pra, ndoshta lidhet pikërisht me këtë apo ju e nis këtë pyetje pikërisht sepse ju keni shkruar qëllimi i misionit e shkruar fshat. Ai është shumë familja që këta njerëz të ndryhinë, sepse shpesh herë ne nuk i vlerësojmë këto. Fishta e madh ka thënë, kur ban puna me fillu, niset qep të bëhet pru, po s'dul kush për me ndalu. Sa lapidar është kjo thënie e fishtës. Shumë e bukur. Për në njerëzit, do të dalin ta parandalojnë, se kjo ka shumë rëndësi, lufta parandaluese. Jo me shku mos pasojet ka ndodhë gjama tani sa mund të shpëtojmë. Por, pa ndodhë. Që kur fillon burimi, kur fillon qepsu fishta, e bëhet pro, po s'dul kush me ndalu, është lapidar. Për ne këtu jemi, ne këtu jemi të gjithë. Flasim, pa marim, dhe aty jemi kuna ka ndodhë ngjarja, kuna ndodhë vrasja, kuna ndodhë vrahja, kuna ndodhë grafitja, kuna ndodhë lëndimi, kuna ndodhë cënimi të drejtave të njeriut, kuna ndodhë plagosja, ne këtu jemi. Në këto mjetise jemi. Pse nuk ndërhim? Faleminderit zoti Pjetër. Le të kthehemi pak te kanuni zakonor i maleve. Ç'na thua për këtë variant të hershëm të drejtës zakonore? Sa kanune kanë trojet shqiptare dhe të përbashkëtat apo të kundërtat e tyre? Siç duket po. Është nevoja për bashkëti. Po. Gjithsesi, ne do japim pak pushim edhe zotit Pjetër. Dhe Po, më falë. Po, zoti Pjetër, unë shtrova në një pyetje kështu, për gjithsesi do ta përsëris pyetjen. Le të kthehemi tek kanuni zakonor i maleve. Ç'na thua për këtë variant të hershëm të drejtës zakonore? Sa kanune kanë trojet shqiptare dhe të përbashkëtat apo të kundërtat e tyre? Po. Besoj se u dëgjuam apo nuk po dëgjohet mirë? Po jo, dëgjohet mirë, po t'jeve i fjerë të rikusit se në Po mirë. Vetëm një sekund. Po, gjithsesi. Po, dhe pyetja është shumë interesante. Nuk e kemi fotografinë e Pjetrit.
për momentin. Në këthy telefonë. Ja. Këtë telefonin është. Po, kam këtë telefonin është, nuk bën ndryshe. Nuk bën ndryshe. Pa mirë atëre. E bëjmë ashtu siç ishte. Po, tash fit. Po. Po, kështu mirë është? Duket se pak a shumë. Po, mirë është tash. Bukur është. Po. Pa që i banë që ishte ka Jo, mirë është, vetëm lëreni vendoseni ashtu edhe bukur është. Po. Tash iku përsëri, siç duket pak lart shikon telefon. Po, këtu. Këtu mirë është? Edhe pak se nuk dukeni ju, sepse ik lart kokën. Edhe pak. Edhe pak ashtu dhe. Fiksoj aty tani. Po. Bukur është, mirë është. Mund të vazhdoj? Pyetja ju është shumë interesante. Kanuni është i tërsi, dokësh, zakonësh, traditash të zonave të ndryshme të Shqipërisë, veçanërisht të zonave malore, veriore dhe verilindore të Shqipërisë më shumë. To krahina më shumë, megjithatë ai ka bet kanuni, jo ka bet, po është bë kanuni i gjithë shqiptarëve. Po është një përmbledhje, një sistemim që i ka bë i malli Gjaçovi, një klerik i shtuar në verita të jashtëzakonshme, që ka bërë punë të madhe shumë për sistemimin, mbledhjen, sistemimin e materialit. Dhe tu kemi të drejtën zakonore shqiptare, që është shumë më e madhe se kanuni. Ndërsa kanuni është kundraja është drejtës zakonore shqiptare. Edhe ky kanun është dominues me kanunet e popullit shqiptar, përfshi këtu dhe kanunin e Skënderbeut, që ka shumë pak ndryshime nga kjo gjë. Dhe kanunet tjera, po kanune Labria, Shqipëria Mesme, Kurveleshi, kemi edhe kanune me të ndryshme, të krahinave të ndryshme, që kanë patur më pak influencë, ose në zona më të vogla kanë patur influencë, se sa kanuni Lëngdovagjit. Nësa kanuni Lëngdovagjit ishte një kanon që pati përfshirje të madhe tek populli shqiptar. Dhe ky kanon ishte ca veçori që jo më këtë studiusit e huj e kanë studiohet kudosat në gjithë botën, institucionet e botës, kulturës, të artit, dhe ka vlerat jashtëzakonshme. Ka vlera në radhë parë se është një kanun ose është një ligj shumë demokrat. Shumë demokratik, që do të thotë. Është bërë pa durën e shtetit. Është pa mundur të bëhet një ligj që të mos ketë pak në mënyrë indirekte shteti dorën e tij. Në këtë rast nuk ka dorë shteti. Në këtë rast vetë qeri e ka mbledhur, e ka sistemuar dhe është pa dorën e shtetit një ligj, një kod, një kushtetut pa dorën e shtetit. Dhe që ka rezistu kohës. Ka rezistu shumë kohës dhe një populli tanë, pa pas nevojë për shtet, pa pas nevojë për zhandarmari, për polici,
të mundur të administrat dhe qeverisë nëpërmjet këtij kanoni, që është një mishrim i traditave, i dokeve të një populli të caktuar. Po. Zonja Brenda? Mirë, zoti Pjetër. Ja ka arrit kanuni, apo ka arrit kufizimin e gjakmarrjes, apo edhe veprime tjera të padenja në komunitet. Se kam qartë pyetjen, tamam? Pra, si mendoni ju, a ka arrit kanuni, apo sa ka arrit kufizimin e gjakmarrjes në komunitet? Po, kanuni nuk është për gjakmarrje. Qoftë edhe për veprimet padenja, se nuk Edhe është vetë kanuni, se shpesh herë janë kanunit se jo po gjakmarrjen e ushqen e bën kanuni. Po, Jo, edhe kanuni. edhe veprimet padenja, sepse kanuni ka 1263 nene. Patjetër. Dhe të cilin përpason një ndëshkim apo një gabim timin apo dikujt tjetër. Po, i ka të sanksionuar me këtë. Kur bëhet fjalë për gjakmarrjen edhe për veprimet tjera të padenja që mund të kenë komuniteti. Po, sigurisht. Kanuni i ka shumë të qarta, shumë taksative, shumë për kufizim i ka gjanat. Ato kapitujt, çdo që ka vlerësu, bile i ka vu dhe damin edhe caktuar sa dam. Po i kjo gjëja tjetër. Edhe gjakmarrjen kanuni jep shumë si dhe tjera, por as më shku ke gjakmarrja. Pa zi dhe plot. Edhe vetë kanuni i mëshon faljes. Tu të falim. Edhe kanuni thot me fal, jo me vra. Du të falim. Edhe Jezusi ka fal. Edhe Jezusi kur i ranë në njërën anë, edhe dhe ranë në anën tjetër të faqes, tha. Po si, tha. Si e bërë në këtë punë? Po tha, bona, tha. Jezusi tha. Në njërë tha që pendesa, të kaj personi, që po gëtisti, dhe vinte si virtyt hinor. Dhe kaj. Pra me shembullin e tij, me dashurinë e tij, me urtësinë e tij, për të detyruar dhe kundërshtarin sa do je kërqofsh që ai të pendohet. Dhe të pendohet mirë hinore, jo mu pendu kështu me urdhër. Edhe Jezusi pra ka fal. Edhe ato që e kanë ngushtuar, e kanë torturuar, ka thënë, fal o Zot, që dini ç'bëjnë. Pra, e si mos falim ne? Për njëri tjetrin, edhe ne do të falim. Të falësh është forcë. Është forcë, se për me mu hakmarr, është kullaj. Se mu hakmarr, hakmerësh ndaj tjetrit. Për të shfrinë ndaj tjetrit është kullaj. Nësa për të falë, për të t'i kthesh pak vetës, dhe t'i kthejë vetës, ka pak dhimbje, jo pak për shumë dhimbje. Pra ne është forcë, dalish me dhimbjen tane, dalish me gjithçka, për hir të jetës, të falish jetë. Po kjo është forca. Jo për të shuri, jo për të vra, për të presa, andej shka ne. Po shka. Po s'tu të shkojmë atje. Kjo është forcë. Për ne ka thënë, ai që fal është trim mbi trim, atë trimi falë. Kush fal gjakun, kush fal jetën, është mbi mbretin e tjera që populli u ka thurë edhe vargje, lavdi këtyre njerëzve. Edhe janë vërtet të njerëz. Të jenë shemë gjallë, që për hir tjetës fal jetë. Faleminderit zoti Pjetër. Po, faleminderit zoti Pjetër. Ne zonja Brenda do japim pak pushim zotit Pjetër të shfletojmë pak përmbajtjen dhe të rikthehemi për të gjithë dëgjuesit tanë, sepse fjalët e zotit Pjetër që po i thotë këtu pra janë edhe brenda pjesës së librit, por në gjithsesi pak a shumë do isha lut tek përmbajtja të kthehemi në përmbajtjen e librit që të lidhemi pak të rikthehemi edhe tek ajo e shkruara që është në libër pak. Tek përmbajtja.
Po gjithsesi që opinioni pak a shumë të jetë I njoftuar, pra ju një herë veç e reklamuat librin. Unë po sjell biografinë e zotit Peter. Po mirë, bukur, pra gjithsesi sepse duhet të shfletojmë pak librin. Sepse Peter është kryetari I pajtimit gjakeve për qarkun e Lezhës, po është nën kryetari I pajtimit për komitetin e pajtimit mbarkombëtar. Bukur. Troje shqiptare. Pjetër Gjokmarku, lindur në Kashnjet të Lezhës, 19 prill 47. Ka mbaruar arsimin e mesëm, ka punuar veterinar dhe agronom në Kashnjet. Ka punuar në shumë nivele drejtuese si përgjegjës sektori plektori, shërbime, shef kuadrin kooperativën Kashnjet me ardhin e demokratikë në qytetin e Lezhës. Ka punuar teknik frekuence dhe përgjegjës në Alp Telekom. 3 mandate qek të këshilltar bashkie dhe komune. Ka drejtuar shoqata të ndryshme, misionar I pajtimit mbarkombëtar, si dhe kryetari I degës Qarku I Lezhës dhe kryetari I saj në arenën mbarkombëtare, qytetar nderi për qytetin Lezhë. Ka botuar udhëve të misionit, anekdota tregime nga treva Kashnjetit e zonat të rreth dhe pjesë e shumë revistave letrare në Shqipëri dhe Kosovë. Përmbajtja e librit, himn humanizmi dhe guximi në funksion pajtimit. Një jetë për paqe pajtim. Pajtimet të misioni shenjtë I kombit. Misioni I pajtimit mbarkombëtar një aset me vlerë kombëtare. Një vështrim I kanunit të Lek Dukagjinit. Kanuni për mirëditën, rregulla dhe ligje kanonore. Anton Qeta, misionari I pajtimit të kombit dhe frymëzim për breza. Misionari Anton Qeta dhe veprimtaria e tij humane e njerëzore. Don Lush Gjergji, profesion Anton Qeta dhe frytet e pajtimit të gjaqeve në Kosovë. Anton Qeta dhe filozofia e pajtimit gjaqeve. Filozofia e pajtimit dhe e faljes. Pajtimi I gjaqeve në Kërçov nga Ilyas Skadriu. Anton Qeta, intelektuali që çrrënjosi gjakmarrjen. Gjakmarrja dhe pajtimet në Kosovë. Pajtimi I gjaqeve, një nisëm që u shndërrua në lëvizje mbarkombëtare. 800 vjeç shtet arbëror. Krijimi I shtetit Arbrit. Shteti I Arbrit në marrëdhëniet e jashtme. Treva e mirëditës si trashëgimtare e drejtpërdrejt kulturore e shtetit të Arbrit. Kol Nikalia derë e parë në Thaç. Derë bujare e pritjes I misionarëve të pajtimit Krasniqes, tërpojës e malësisë së Gjakovës. Kryeshtar I maleve të Shqipërisë, Bajram Sulejmani, pasardhës I Binat Alis. Prisi pajtimeve të popullit të Benës. Prisi asamblesë mbarkombëtare të misionarëve të pajtimit bashkëpunëtor dhe miqt për Pjetër Gjokën dhe misionin e pajtimit. Jerin Ndreu, kryetari I Bashkisë Lezhë, misionar I këshuar I pajtimit. Gjin Marku, kryetari I Komitetit Pajtimit Mbarkombëtar, modeli I frymëzues I misionit mbarkombëtar të pajtimit. Zef Gjergj Nikolli, këmbgulës I jashtëzakonshëm, fisnik I mençur, mjeshtër I fjalës së fundit, burrëror, shembull I tipit mjeditor, ky është Pjetër Gjoka. Frank Baloj, misionari pajtues. Pashluka, njeriu I fjalës së mbajtur. Martin Dedaj, Pjetër Gjokmarku, pajtimtar gjaqesh, kryesues në ushtri dhe në fusha të ndryshme të jetës. Nduj Doqi, shoku im I mirë dhe ku të ndodhur. Kol Miria, ai rrezaton gjenezën e prejardhjes. Konstatime në thënie të urta, shkrimtar të histori dokumentuar I fenomenet të gjakmarrjes, faljes, gruas, nga disa artikuj të cilët janë shkruar nga të ndryshëm për Pjetër Gjokën. Profesor Dr. Agim Vinca, në Amerikë, misionarët e paqes. Profesor Mër Bajram Kurti, ta varrosim hasmërinë e të bëhemi një për të përzënë nga trojet tona. Nisma dhe lëvizja e pajtimit gjaqeve në Kosovë, Gëzim Ajgeraj, prizren shkrimtar. Falju qoftë të gjaku I vllai tuaj. Prendaseria, fuqia e ligjeve të pashtruara. Prendaseria, gruaja e vërtetshme shqiptare parapsikologjik. Profesor Dr. Myrvete Dreshaj,
dua t'ju gëzoj. Profesor Doktor Mehmet Halimi, shiken teme po e bëj kurban për lirinë e Kosovës. Almaida Myrta Isejdia, burre grua, mishe thua. Bedri Hysa, Qyqa, heroj i asaj mbrëmjeje. Haxhi Zyba, Jehona e lëvizjes, letra e mësuesit. Brenda Sejdia, pas thënien e librit dhe albumi me fotografi nga aktivitetet e Pjetër Gjokmorkut, biografia dhe referencat. Këto janë të gjitha të cilat gjenden brenda këtij librit, jo vetëm voluminoz, por plot esencë, plot ngjarje, plot histori, me fenomene nga më të ndryshmet. Faleminderit zonja Brenda. Aktet i jashtëzakonshëm në dorën e lexuesit shqiptar. Ne kemi qenë, unë dhe zoti Gzim, kemi qenë të pranishëm në promovimin që u bën në qytetin e Lezhës dhe çdo gjë që u fol aty ishte esencë, çdo gjë ishte mrekullueshme, çdo gjë ishte mbretërëse. Dhe nëse veçoj qoftë një fjali të vetme, ka qenë fjalimi nga kryetari i Komitetit Pajtimit Mbarkombëtar, zoti Gjin Marku, i cili tha: është e drejtë që ky libër të futet nëpër shkolla. Pse jo, mos i shkruaj edhe kryeministrit në dorë. Pra, vërtet është për të vlerësuar gjithçka që ka brenda librit. Asgjë nuk është rastësisht. Gjithçka është e ardhur me shumë vullnet, me shumë sakrificë, me shumë mund, me shumë dije, me shumë përkushtim. Dhe është vërtet për të vlerësuar. Sigurisht. Jetët na kemi lëvson për të thënë gjithçka të bukur dhe nuk i themi dot në një mbrëmje. Faleminderit zonja Brenda për përmbledhjen. Neve do të rikthehemi përsëri tek pyetjet për zotin Pjetër dhe do të pyesim sa e ka mbajtur apo aneksuar të drejtën e grave ky ligj i pashkruar siç quhet kodi i maleve. Një nga kapitujt, faleminderit për pyetjen, një nga kapitujt shumë interesant i kanunit të Lekdukazhinit është pozicioni dhe roli i gruas. Është një problem që duhet të diskutohet edhe sot e kësaj dite. Megjithatë, për kohën që ajo është bërë, se ka shekuj që është bërë, 5-6 shekuj, që është marrë, por për kohën ai ka qenë, ai që ka qenë, sigurisht është nga ligjet më tegra. Dhe femra shqiptare vlerësohet në kanunin e Lekdukazhinit, vlerësohet si e barabart me burrin, vlerësohet si bashkëluftare krah për krah burrit, vlerësohet krah me burrin duke punuar në bujqësi, në plegëtori, në punët e shtëpisë, për të mbijetuar, për të rritur familje, për të rritur fëmijë, pra si ortak i burrit, pra me drejta plota. Dhe gruaja respektohet pastaj kur familja bie në çakmarrje, gruaja bën gjitha punë, bën edhe punët e burrit. Në rolin e burrit. Pra gjithsesi vlerësohet. Gruaja është vlerësuar edhe në luftat e ndryshme. Në armë në dorë, ka luftuar për krah burrit, të shembujt të gjallë, dhe kemi plot raste, figura të tilla, dhe gjithsesi gruaja vlerësohet pra në tërësinë e vet si pozitive. Por nëse e gjykojmë sot, me thënë drejtën, shumë gjëra janë shumë radikale. Për shembull, marrim anën e pronës. Gruan në marrëdhënie me pronën me kanunin e Lekdukazhinit. Kanuni i Lekdukazhinit e shpesh nga prona. Nuk i jep të drejtën e pronës, as ku ka lethur, as ku është ble. As ke prindrit,
nuk ka drejtën e pronës, as edhe ke burri. Mirë po, imagjinoni pak, duke të zhveshur nga e drejta e pronën, je i zhveshur nga të gjitha drejtat e tjera. E drejta për të jetuar. Për të jetuar, vjetesë. Dhe kjo sa do që justifikohet për atë kohë, se ka pas mungesë tokët, mundësish për të ndarë, prapë nuk e justifikon. Megjithatë, ashtu ishte atëherë, dhe gruaja ka mbetur disi e pa mbështetur nga ana ekonomike, dhe qut jo fort e mirë kjo punë nëse ha diskutim sot. Sot sigurisht kjo është korrigju. Është korrigju edhe në gjithë e shtetit, edhe në atë që jemi përpjek në misionarët të pajtimit, që gruas mos i rrim shtrejt të tyre aty e ligjeve të kanunit dikushëm, sepse nuk janë më aktual. Mundem me ndërhy vetëm një mini bisedë vogël. Po. Unë jam femër dhe normalisht duhet të mbroj femrën duke qenë vetë e tillë. Patjetër. Sepse në rast se mund shkelen të drejtat në familje, nuk e di se ku mund të ankohem. Pra ky kanon ka qenë në një periudhë kur nuk ka ekzistuar shteti dhe me atë kanon është zëvendësuar kushtetuta e sotme. Por ato ligje që ne i quajmë sot të ashtra, e kanë bërë familjen për t'i ardhur era familje. Nuk është për kohët e sotme, që në rast se burri vërtet të herë që ka drejt me bërtit, thonë hajde se më shkojmë gjykate ndohna dhe ajo me rrëdhë fëmijët e del me ta rrugash e ka vështirë t'i ushqej. Pra ne si femra duhet të thrasim pak mendjes se ka qenë kanuni, pse kanë ekzistuar familjet, nuk ka gjë kollaj në këtë botë, edhe me morra nga herë e ke vështirë përmes pyetjet tënd. Dhe mendoj që ai kanon nuk ka qenë fare i gabuar dhe nëse se sot mendojmë që secili jemi shumë më rehat, sot nuk jemi fare. Secili don rrogën e vet e xhepin e vet. Por kur janë kënd para të bashkuara, i Zoti i shtëpisë ka shikuar për të gjithë, u ka dhënë aq sa është dashur me i dhënë secilit, normalisht brenda mundësive. Kanë pas detyrime edhe me shku në luftë, e gratë me majtë familjet, bashkë me fëmijët, e me u qu dhe burrave atje kur kanë qenë kaçak, me mush koshin, me ushqim në shpinë, e me shku me u qu atje në mal. Pra një atëherë ka kanë gruja gru, ka pas ku me shku në rast se burja ka pa drejtësinë dhe s'ka mujt me shkryu, kurse qysh aty e ka mirëprit familja, ka qenë e detyrume, kurse sot ndahet gruja prej burrit, shko te familja, familja i thotë shko ka dushun, s'kam çfarë me bë. Pra ky është kanuni, ky është ligji. Më fal për ndërhyrjen, por unë si këtu po flas kundër, jo kundër vetes, po flas atë që thuhet. Jetë të fol tamam, edhe të fol në realitet, no? Po megjithatë, unë ne do të jemi pak më përtej për ta shikuar çështën, sepse jo sepse kanoni kishte gabim, ishte shumë radikale për të kritikuar kanonin. Jo. Globalisht edhe ne po përpiqemi ti përgjigjem globalitetit. Bravo. Nuk jemi për shkuar deri në ato drejtime, po megjithatë gruaja është gjysma e shoqërisë. Dhe këto që ju përmendet anët negative të kohës sotshme të sistemit sotshëm nuk janë as të kanunit, pasurit kanunit, jo se jo, po as edhe të sistemit. Ato janë pastaj ke administrimi, ke mënyra se si integrojmë në sistem, se nuk e gjitha të sistemit. A ekzistojnë të pjesë familja, ka traditje nga kaluara,
ka shumë me tashme, tash ka përsoni fatë kënditje, edhe ishë që di familjes, për shkak të këtyre smunjeve që sjell me vete sistemi, po të funit, po me gjithë të nuk jenë të sistemit, nuk jenë as të kanonit, po këtë pa integrimi, mënyra se si integrohemi. Ne do t'jemi shumë kujdesshëm, do t'jemi shumë vëmendshëm, që të integrohemi me vlerat që kemi. Kanoni sigurisht ka vlera dhe ka demonstru vlera, kohë ndryshme, të thonë studiosit e mdhej, të venës e t'huj. Me gjithë me që punë për me diskutu pak ftoft, unë e këtë pjesën, kapitullin e grusë, sikur mua, duket pak, të përheq. Kam vetëm një pyetje dhe kjo është fare e shkurt. A e ka mbrojt më shumë gruan pushtetit e sotme, apo e ka mbrojt më shumë kanuni? Zoti Pjetër? Duket kemi një shkëputje tek Pjetri, por derisa të na vijë Pjetri zonja prenda, unë do t'isha lutë që ju t'na lexoni pjesën e recensencës suaj që keni brenda librit, sepse ju jeni pjesë e librit dhe jeni recensente e librit, prandaj ndoshta do t'ishte mirë edhe për dëgjuesit tanë që ju të lexonin nga këto pjesë. Okej, faleminderit. Pastanje, libri pajtimet, Komisioni i Shenjtë i Kombit, monografi nga Pjetër Gjokmarku. Don Lush Gjergji bën apel për vazhdimin e këtij rrugëtimi të shenjtë pajtimit faljes, duke thënë se kjo është rruga e vetme drejt lirisë dhe pavarësisë së shtetit. Ky përshkrim vërteton ndjenjen e përgjegjësisë, dhimbjes së guximit të udhëheqësve fetar shqiptar për të drejtuar popullin drejt një jete të pajtuar dhe të lumtur. Kjo monografi vjen si relikt e shpirtit kombëtar, që dritën ja ndryshon atyre burrave e burrneshave, atyre njerëzve që madhështinë e tyre e bën epokë duke zbuluar virtytet larta tek një popull i shumëvuajtur. Ndjej kënaqësi që kam në dorë këtë libër. E më shumë, besuar mua analiza e tij e të flitet për brezat dhe ndikimi i tyre për ndërtimin e shoqërisë në kohë të vështira. Zgjuarësia natyrale tipike malësore ka shoqëruar autorin e librit gjatë gjithë jetës tij, ndaj krahasohet si një thesar i shmuar ndër malet tona kreshnike apo shoqërisë tonë moderne që ende ka nevojë për elemente të tilla. Jetojmë në një univers brenda cilës gjendet gjithësia, por kemi fatin të jemi të zgjedhurit i Perëndisë dhe të jemi falënderues për vlerën e lartë që na dhuroi, siç është komunikimi ndaj duhet shfrytzuar në shërbim të ndërtimit të shoqërisë mbi bazë demokratizimin e lirisë në paqe të njeriut. Mendoj që njerëzit në këtë botë vinë me mision të paracaktuar, qofshin ata të apo pa suksesshëm. Më vjen mirë që autori i kësaj monografie, pra zoti Pjetër Gjokmarku, vjen me librin e dytë monografik mbi misionin e pajtimit, pasi fenomeni i gjakmarrjes është ende prezent në vendin tonë. Për këtë fenomen të vjetër janë zhvilluar shumë studime nga albanologë studiues të cilët i kanë ngacmuar kurreshtja të njihen me ligjet zakonore që zotëroi trojet e gegëve të veriut, ama një studim klasik është kryer nga krerët katolik dhe i analizuar deri në detaje këtë ligje kanonore dhe mbeten ende studim. Në fakt ka qenë atë Shtefan Gjeqovi që ka mbledhur dhe kodifikuar ligjin e pashkruar tradicional dhe është fokusuar në veçantinë e tij. Pajtimet Komisioni i Shenjtë, pra na vjen ky libër inspirues që për fatin ton të mirë e kemi në dorë nga ky misionar i traditës, një model organizativ e praktik, duke lëvizur nga zona në zonë, treva në trev, qark me qark, kudo në trojet arbrore dhe sjell plot observime, analiza, punë të mbaruara objektiva për të ardhmen. Gjithnjë duke gjetur shtigje të reja në promovimin e paqes me vlerësim mbi njerëzore në komunikim, të cilat nuk janë vetëm shenja shprehje e solidaritetit në shoqërinë tonë të prekur nga fenomeni i gjakmarrjes së ngatresave, por dhe kthimi i besimit duke qenë në këtë mision në vijën e parë të frontit fjalës për të ndërtuar ura lartësuar dialogun mbi vërtetësinë se jeta duhet të dominojë mbi vdekjen.
ndjenja individuale e krijuesit e ndërtuar përmes ai problemi përgjithësues që përcjell tek publiku i gjerë nga kjo botë e brendshme dhe thesare të pakundme duke kthyer në potenciale vlerë plot virtyte për mesazheve të parë. Fjala e thot tjetri vret më shumë se plumbi, kështu njeriu mund të jetojë pa shkencë, jeton dhe pa bukë, por nuk jeton dot pa nder, dinjitet e paqe. Nuk surprizohem nga fjala e redaktorit Zoti Ximajgera, që sjell brenda librit dhe përshtypjet që ka krijuar për pjetën, por çuditem se si të sjell në këtë tekton kaq denjësisht udhtimin e tij, sikur e kish bashkëpunëtor ndër dekada dhe gjej rastin ta përktoj për renditjen e figurave kombëtare e kohë. Ta jam falenderuese për i misionit figurave pajtimit, por dhe shkrimtarit misionar. Me fokus tek performanca, integriteti, garancit për një mjedis të pashtë të në rëndësinë e marrëdhënieve mes palësh dhe bashkëpunimi funksional brenda kortezave e ligjit kanonor të misionit. Autori vjen nga një familje e fisme me trashëgimi misionin e pajtimit, që nga dyshi e trashëguar ndër breza, por dhe dajallare deri në ditët e sotme. Mbi 28 vite drejtim të këtij misioni në Lezhë kudo, ndër troje shqiptare dhe taki një punë hynope. Janë të dukshme si grup misionarësh duke pajtuar gjake apo gjysmë gjaku, pra plagë sakate, apo nga presa të natyrave të ndryshme kur rastet kanë qenë me qindra. Për të vlerësuar është ende puna me familjet ujkuara dhe bashkëpunimi me pushtetet tregon libër ka gatuar ushqim shpirtëror nga gjeneratat për gjeneratat. Pasi brenda tyre përfshin figurat më të rrapare se Gjergj Kastriu, nga Ibrahim Rugova, Anton Çeta, shumë misionar që ndoqën udhën e paqes e të bashkimit. Anton Çeta, siç duket, është një nga figurat më emblematike pas ndoshta dhe efekti kohë që shpesh është i rëndësishëm që ka zënë vend në shpirtin e pisëm të Pjetër Gjokës, sepse ishte pikërisht ky iluminist addetar që arriti të shkëputës shoqërinë shqiptare nga epoka gjakmarrjes për ta unifikuar lëvizjen për liri e pavarësi, ky pajtues i mira gjakeve e humanist i jashtëzakonshëm. Lëvizja e viteve 90-92 për pajtimin pati rëndësi të veçantë kombëtare si bashkim, vllaznim e brenda librit gjenden tema si pjesëmarrës në atë fushat pajtimi, kanë sjell grimca nga aktivitetet e tyre, si për shembull profesor doktor Agim Vinca, profesor doktor Bajram Kurdi, profesor doktoresh Mirvete Dresha Baliu, profesor doktor Mehmet Halimi e të tjerë që në qendër të misionit të paqes, flamurit kombëtar, gjakun e dëshmorëve për liri, jo gjakmarrje, jo varre të reja. Dukagjini ndonë se antari mistershëm i familjes Dukagjini është autori i kanunit në të cilën janë përmbledhur ligjësitë zakonore të Shqipërisë Veriore dhe janë 12 libra kanonor me 1263 nene. Nën Tereza, një tjetër misionare e bamirësisë që bota e njohu të tillë, pasi u nderua me çmimet më të larta për paqen, pra Nobel, medalje të arta e tjerë. A nuk janë frymëzimi një kombi këto figura që bota na ka lakmi? Sa krenari e nder të flasësh e shkruash për bashkëkumbasit, kur vlerat e tyre njerëzore flasin me gjuhën e shekujve, që historikisht i shërbyen zhvillimit shoqëror këto figura pozitive, që demonstruan morale ndjenja kombëtare, ndonë se gjendeshim në pikat vështira të historisë. Në këndvështrimin tim letrar, Pjetër Gjokmarku vjen si një shkrimtar që misionin e tij shpirtëror e shpreh përmes ndjesive të përjetuarit të shumë ngjarjeve, jo vetëm personalisht, por misionit që ai drejton prej dekadash. Ky mision aq fisnik, aq human e njerëzor. Vetdia dhe nëndia, kryqen tema tanë ku malet diç rrotullohen dhe pikat e vdekura mungojnë dukshëm, apo profecitë e tepërta po ashtu. Le të kapim ritmin e cila është e gdhendur holl në sekretin e bashkëpunimit me figura kombëtare bashkëpunëtor në mision, por dhe pushtetar të cilët normalisht thehen misionar derisa punojnë në shërbim kësaj shtrese të shoqërisë. Autori ka treguar shpirtin njerëzor e addetar, ndaj vlerësohet për mënyrën profesionale
e aktivitetet e shumta në misione fusha tjera duke ndërtuar realitetin në formë e strukturë brenda sistemit mision historik. Ndaj dedikohet botës së brendshme dhe eksplorimit, ndërtimit e rrëfimit po ashtu. Kur flitet mbi traditën, autori bëhet shumë dimensional, sepse ka sjell larmi temash që duhet përgëzuar për stilin dhe elegancën e sjell ndërshkrime pa shumë metafora simbolika, pa buj, pa aslavde, por ka preferuar të jeti drejt për drejt. Lidhur me marrëdhëniet me pushtetin për familjet e ngujuara apo për gjakmarrje, teksohet se institucionet kanë dhënë më të mirën e mundshme në bashkëpunimin korrekt me rekomandimet e dërguara, Këshilli i Pajtimit, duke u trajtuar me seriozitet nga ana kryetarëve të bashkive, biznesmenëve apo njerëzve me fuqi bamirësie, duke reflektuar qoftë drejt për drejt në funksion të mirëqeverisjes, me ndihmë drejt për mendim konkrete në këto familje, janë nder e vlerë, ndërhyrjet me karakter konstruktiv, ndërsa vënë moralin e tyre në shërbim të kauzës përbashkët e pajtimin e kanë në ndërgjegje. Është për të vlerësuar që fal misionit në qarkun Lezhë nuk ka mbi 3 vjet që nuk ka familje të ngujuara, pasi shumë treva të veriut ka ende. Puna e Këshillit misionit Lezhë ka qenë në vazhdën e bashkëpunimit në vit me drejtues bashkiak, si për shembull Gjokjaku, Viktor Tusha dhe sfundmi me kryetarin aktual zotin Pierindreu, dhe me këtë të fundit vazhdon bashkëpunimin dhe fal njohjes së ligjeve apo eksperiencave të mëparshme. Zoti Ndreu kryen me procedurë çdo rast dhe na ndihmon në trajtimin e tyre. Ai falenderon ish deputetët si të ndjerin Gjovalin Kadeli apo Eduard Ndrica si njerëz të përkushtuar me kryerjen e misionit human e njerëzor. Nuk lën pa falenderuar firmat që ndihmojnë në këto procese, sidomos familjet e ngujuara, si për shembull Rafaelo Shëngjin, Tonino Ledaj, Kastrati Oel e të tjerë. Jeta të dominojë mbi vdekjen duke përqafuar rolet drejtuese, kështu duke shërbyer si mbështetje me frymën e ndërtimit të një shoqërie bashkëkohore dhe duke mos kërkuar për të qenë i përkryer, por në rrugën e duhur të funksionimit, misionit dhe arritjes qëllimeve për një shoqëri model. Madje në këtë libër autori ka vënë pikën mbi i se kush nuk ishte përkrahës pa asnjë ekuivok, dhe kjo formë jep besim e shpresë si garanti ruajtjes së ekuilibrave në shoqëri për një sistem demokratik. Ndonë se baza e punës tij është në sistemin 600 vjeçar. Pietri është koherent me kohën dhe rekomandon fuqishëm të rinë dhe format e qytetërimit demokratik. Vlerëson miqt e mjetet, ndaj ky tregues e bën aq funksional. Ai vlerëson së fundmi gjithë miqt e Këshillit misionit që bashkëpunuan që nga fillimet e viteve 90, si për shembull Gjen Marku, Gjergj Nikolli, Pashko Luka, e tjerë. Elitat e çdo kohe lënë të arkivuara aktivitetet e tyre, prandaj kjo monografi ju lën në radhën studiuesve të hulumtojnë apo brezave si testament gjithëpërfshirës, pasi tendencat janë për të pasqyruar të vërtetat e misionit dhe roleve kyçe në këto dekada të ndukagjinin mesjetar. Kjo monografi, Misioni i Pajtimit Humanist e Paqeje, ka vlera reale ndërtimit historik, disa dekadash me prejardhje shumë shekullore, ndaj i duhen kësaj toke këta zërat e fujnueshëm. E kemi detyrë dhe nder, thot autori, të shërbejmë këtyre njerëzve dhe tokës sonë nga kemi ardhur, e do vemi brenda themeleve tona. Pjetër Gjoka është qendrestari palkundur dhe i harmonizuar me strukturës dhe mendimit. Le të lexojmë gotën gjysmë plot, sepse autorin nuk e përndjek drita, e drita është sfiduesja që sundon errësirën, tem forcë të shpresë, edhe kur punon e thotë se amanetin e iluministit Anton Çeta do e çojmë në vend ne, brezat pasardhës, sepse do na dheun njerëzimin. Dritë e diell misionarëve çdo kohë, edhe pse nuk jetojnë. Ata burra të mëdhenj të fisëm pas lan fjalën e veprat. Paqe, dritë e bekim për misionarët e paqes që vijojnë misionin me përkushtimin e ndjenjë njerëzore për të sjellë paqen mbi dhe. Zoti e bekof popullin shqiptar kudo në përtroje shqiptare, suksese penës dhe intuitës tuaj mjeshtër i fjalës, u dhe mbar librit, Brenda Sejdia, 7/7/2025. Faleminderit. Faleminderit zonja Brenda.
Faleminderit për ato që na sollët. Neve miq të nderuar, nga pak kemi pasur edhe pengesa teknike në linjen Shqipëri-Zvicër dhe në transmetim, por gjithsesi ju na mirë kuptoni me mjetet në dispozicion që përpiqemi të sjellim lajmin sa më të mirë dhe pjesët më të mira të emisioneve tona. Sigurisht se do na falni pak edhe nganjëherë edhe për pengesat që kemi, por këto janë, është çështje teknike dhe nuk shumë gjëra nuk janë në dorën tonë. Pra, faleminderit zonja Brenda edhe një herë për ju që na sollët në këtë recension të bukur. Neve recensionin që unë kam pas përgatitur të gjendet për këtij libri, zoti Pjetër, vjen mirë që u riktheve. Po s'kemi internet, po kena probleme me internetin. Të shohim nëse mund të sjellim përsëri signalet në linjën tonë, sepse Po vazhdojmë të egzem. Po sigurisht, por vetëm sa të mund të kapi imazhet unë këtu për të sjell fotografinë e plot përsëri në monitor. Do na falni pak, sigurisht, po. Kemi arritur të sjellim zotin Pjetër përsëri. Mendoj se ka tani më do vazhdoni ju me pyetje zonja Brenda apo të shtrem? Po. Ç'të veçantë ka kanuni për mirëditën, zoti Pjetër Gjoka? Edhe herë? Ç'të veçantë ka kanuni për mirëditën? Po. Ky kanon shpesh herë i bëhet për shkurt, i thuhet nga kanuni Legdugalinit, i thuhet kanoni i mirëditës. Kanoni i mirëditës. Edhe me drejt i ka bet kështu sepse në mirëditë ka nuk ki kanon, ka patur ekzekutiv, ka patur edhe ekzekutivin e tij, ka pas derën e kapitan Gjonit për shumë shekuj, është vetë qeverisë mërdita, dhe përmet tij kanoni, dhe ka pas si qeveri, ka pas kuvenin e krenëve të 5 baranëve të mërditës, dhe është vonë zbatim në mënyrë perfekte në mërdit, ka qenë zbatim. Dhe i ka bet si e veçantë, kanoni i mërditës është pasuru, është mishu, është zbatu në mërdit, në mënyrë perfekte. Dhe për vazhdu dhe me pas. Për këte i ka bet pak ma shumë, edhe sepse mërdita është vendi i kuveneve, vendi i marrëveshjeve, i besës, i beslidhjeve, edhe ka pas influencën e tij dhe ka si veçantë dhe ki kanon është marrë edhe kur është sistemu nga Shqefën Gjeqëruj, është marrë nga tërëve të mërditës është mbledhur më shumë. Ndaj është ka si veçantë lidhje me mërditën. Po, unë kam edhe një pyetje, zoti Pjetër. Po? Si janë marrëdhëniet tuaja me pushtetin vendor për kontingjentin e njerëzve në gjakmarrje apo nga tresa, familjet e ngujuara e tjerë? Pra marrëdhëniet tuaja me pushtetin vendor. Ne kemi shumë bashkëpunëtor, shumë që bashkëpunojmë, shumë institucione shtetërore, shoqërisë civile, të institucione të ndryshme të shtetit tonë, por veçanërisht me pushtetin vendor. Me pushtetin vendor ne kemi marrëdhënie të mira sepse ta na lidh edhe shërbimi ndaj këtij kontingjenti i të ngujuarve dhe i dëmtuarve nga gjakmarrja,
Dhe për të përkujdesur për këtë kontingjent, na është dashur të sigurojmë më parë një bashkëpunim institucional, një bashkëpunim të mirë me institucionet vendore. Dhe kemi rezultatet mira. Si model, mund të vëshoj edhe një herë, e kam thënë edhe herë tjera, nuk të projse përsëris, Bashkinë e Lezhës, jo sepse jam në Bashkinë e Lezhës, po këtu kemi një kryebashkiak që është një model i bashkëpunimit me shoqatën tonë, po edhe me shoqatat e tjera si motra, këtu në qytetin e Lezhës, në qarkun e Lezhës, dhe një njeri që bashkëpunon dhe që u gjinet afër me asistencë, me gjitha mundësitë, institucionet e bashkisë, këtij kontingjenti, këtij komuniteti, siç është komuniteti i të ngujuarve dhe i të dëmtuarve nga gjakmarrja në qarkun e Lezhës. Faleminderit për përgjigje. Unë zotin Pjerin Ndreu e kam pasur rastin ta njoh nga afër dhe sinqerisht e kam vlerësuar për afërsinë që mbante ai edhe me kulturën në Lezhë dhe kjo më ka bën shumë përshtypjeve. Një kryetar shumë i sinqert, shumë i afërt me njerëz të kulturës. Nikos, si shfrytëzoj rastin ta përshëndesim edhe nga podcasti ynë, një përshëndetje të bukur për të, sepse ai ishte shumë i hapur, shumë i afërt me ju dhe shumë ndihmues me një fjalë pra në aspektin e kulturës, duke qëndruar pranë juve, pranë bibliotekës së qytetit dhe pranë njerëzve që merreshin me kulturë. Ky është një vlerësim shumë i lartë që shkon edhe nga ana jonë. Faleminderit për vlerësimin tuaj, për kryebashkiakun. Do t'ja transmetoj në rastin më të parë. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Prenda, keni ju pyetje? Ose do vazhdoj unë, megjithse zoti Pjetër ka folur pak pjesërisht pra në mënyrë të tërthort për Anton Qetën, por unë do ta pyes se cili është vlerësimi i tij për figurën e Anton Qetës dhe rolin e tij në shoqërinë shqiptare. Po sigurisht Anton Qeta mbetet një figurë e jashtëzakonshme, një vlerë në kulturën shqiptare, mbetet një vlerë në veçanërisht për misionin e pajtimit bashkëkombëtar. Mbetet një vlerë për historinë e kombit shqiptar, për atë çfarë i ka dhënë kombi shqiptar, dhe sigurisht një shkollë, një model për brezat që do të vinë. Do ta kemi gjithmonë, e do ta kenë edhe brezat, një model të punës tyre, për sa i takon pajtimeve, ndërhyrjeve, këtij misioni kaq të rëndësishëm, kaq bamirës, kaq human. Dhe pa vlerën, pa njohjen nga afër dhe vlerësimin e kësaj figure të madhe, do të kishte kuptim ky mision. Ndërsa pyetjen e fundit do e lënë zonës Brenda Sejdia për ta shtruar për ju. Faleminderit zoti Gzim. Në fakt unë zgjedhëm po tjetër, por me qenë se po thuan po i drejtohem për një tjetër figurë që kemi një herë pas asaj game të madhe ngjarjes që ka zhvilluar dhe ka arrit një progres të jashtëzakonshëm Anton Qeta. Çfarë roli ka luajtur në këtë mision? Pra në fillimet e bëhet fjalë 90, 91, 92 don lush. Pra sa ka ndikuar në këtë proces historik të pajtimit? Don Luzhergjin unë e njoh në distancë, nuk kam pas rastin ta takoj vetë personalisht, por e njoh për kontributin e tij, për përpjekjet e tij, dhe ai ka qenë gjithnjë i pranishëm pandek të kufirit dhe një figurë shumë bashkëpunuese, një figurë shumë imponuese dhe një nga modelet për sa i takon klerit këtu në Shqipëri dhe në barku mbi shqiptar, kudo që ndodhet, është një model të Luzhergji. Modelin e tij mendoj që do ta ndjekin të gjithë klerikët, gjithë religioneve, pa prektim, sepse vlera nuk përsëriten shpesh, ne do të na frymëzojnë
na mobilizojnë në punën tonë. Faleminderit. Faleminderit zoti Pjetër, zonja Prenda, keni edhe më pyetje apo po shkojmë drejt fundit e emisionit? Në fakt e ceku pak më herët zoti Pjetër që ne nuk kemi bërë as sa duhet, ndonë se dekadat po ecin, kemi bërë 3 dekada gjysmë që kemi demokraci, mirë po atë që ka arrit Kosova në një kohë shumë shkurtër ne nuk po arrim dot. Në çfarë stadi janë zhvillimet, zoti Pjetër, këtë bëhet fjalë për të njohur dhe opinionin me të, pra me këtë proces, në çfarë pike janë që të arrihet deri tek një gjithë përfshirje për faljet? Po këtë çështje e kemi në diskutim, e kemi në antitës, të gjitha tek të misionit pajtimit bashkëkombëtar, e kemi për Shqipërinë veçmas, për Shqipërinë e Veriut akoma më veçmas, por edhe për gjithë diasporën. Edhe është një problem që ne po përpiqemi ta koordinojmë. Dhe sa përfshin struktura shtetërore në këtë proces? Po do ta kthejmë në lëvizje bashkëkombëtare, nuk është puna vetëm për kombëtare, ose vetëm për një pjesë të kombit tonë, por në bashkëkombëtare që Shqipëria të mund të integrohet, Shqipëria të mund të jetë ajo që ne duam, pse jo edhe Shqipëria e madhe, le të jetë, dhe e madhe është, edhe kështu siç është, dhe të u imponohemi edhe të tjerët në vlerat tona, dhe theka pak diku më herët. Edhe në këtë pjesë ne jemi në proces, jemi në punë e sipër, shpresojmë që mos jetë e lartë koha dhe dita që ne të kemi disa rezultate. Shumë faleminderit. Po zoti Gzim. Faleminderit zoti Pjetër, unë tash pyetjen e fundit që kam për ju, jo pyetje, por dëshire juaja në ato çfarë nuk ju kemi pyetur dhe ju do të na i thoni. Po sigurisht për ju unë për këtë kohë të ta shfrytëzoj më tepër për të falëruar personalisht edhe një herë ju personalisht. Faleminderit, shumë respekt. Zoti Gzim, që të keni shtet mirë, mbarvajtje në familjen tuaj. Faleminderit. Për të mirën e tuaj, njerëzve tuaj, familjes tane, njerëzve të afërt, por edhe të kopit shqiptar. Dhe të mbarë kopit shqiptar, sepse me ju krenohet jo vetëm Kosova, po mbarë kopit shqiptar. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Po pashim gjithmonë kështu nga hera, me shtet të mirë dhe me jetë të gjatë. Ju paqim dhe juve me shnete me të mira. Faleminderit shumë zoti Pjetër. Mirë, atëherë Pjetër, përpara se ne ta mbyllim me ju, cili është mesazhi që ti do i drejtohesh popullit shqiptar? Mesazhi që mund t'i drejtohet popullit shqiptar dhe tu t'i drejtohem edhe për këtë fundvit. Faleminderit që më jepet edhe ky rast për ta shfrytzuar, është ajo që thekëm pak më herët për një armëpushim të këtyre merive, këtyre ngatresave, këtyre gjakmarrjeve, hakmarrjeve, sepse bollma me këtë plak ta lëmë me një anë dhe vazhdojmë jetën përpara në mirë kuptim dhe në paqe. Për këtë ka nevojë popi shqiptar, për bashkim. Në mirë kuptim. Faleminderit shumë zoti Pjetër, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe ju faleminderit. Faleminderit. Po zoti Gzim? Zonë Prenda, tash sigurisht se duhet të dalim pak borxhit edhe lexuesve dhe shikuesve tanë, sepse ne për librin mund të flasim gjithë natën, libri ka 350 faqe dhe nuk mund ta përmbledhim në një emision të brenda një ore ose dy, por të paktën kemi arritur të themi e të shpalosim diçka pra. Nga ato që tha zoti Pjetër, sigurisht se shumica atyre gjërave janë brenda librit dhe ne në një formë
edhe formë narrative të bisedës kemi arritur të shpalosim. Por mbetemi bërgjë shikuesve dhe dëgjuesve që të lexojmë edhe komentet dhe pëlqimet e tyre, ndoshta është mirë nga ju. Falenderojmë të gjithë miqt që kanë pëlqyer, kanë komentuar dhe po lexoj emrat që Gjithsesi. E kanë pëlqyer statusin që ne kemi hedhur si njoftim. Zimegera Jendrieta Gjini, Abdulari Kaj, Zyra Ahmetaj, Gjen David, Cindy Perleka, Gusti Gusti, Artan Marko, Hasie Ramadani, Pavlin Kola, Lula Breku, Ega, Panushka Zazi, Aslan Miktari, Kristian Leshi, Majuk Osmanaj, Pritim Hili, Drita Meshi, Begzat dhe Myrvet e Valiu, Nduetetaj, Manushache Hoxha Laci, Miranda Troci Derti, Lulieta Bushi, Drita Guri, Bianca Dushaj, Akron Alia, Tana Kashari, Veronika Leshi, Shkoza, Vitore Puka, Paul Zepi, Mark Doda, Pierin Narkaj, Petrit Marko, GM Marko, Sergio Marko, Markini, Suela Ela, Luce Leshi, Peter Marko, Adi Prego, Leonard Kuba, Paulin Gjergji, Mark Gjergj Niko Doda, Olim Hili, Lindita Kota Bushati, Altin Rushaj, Yuli Gjergji, Gjiobi Gegaj, Lek Marku, të Nepali, Valentina Huba Leshi, Jessica Marku, Kristina Çoku Kadria, Kujtim Tumraku, Majlinda Mhili, Gjergj Halili, Genti Gjoni, Pashgjoka, Plombeqiri, Astrid Marku, Alessandra Toku, Donika Ndoci, Pren Gjoni, Ndue Çoku, Aleksandr Tanushi. Ato se kanë pëlqyer. Duar Trokitje, faleminderit. Mrika Deda, bravo, je I pazëvendësueshëm. Bravo. Faleminderit Mrika, Maxhun Osmana, urime dhe suksese brenda dhe gzim. Falenderojmë Eka Rime, gjithashtu dhe për ju, lek murri respekt. Faleminderit mik. Super, thot Zef Doda, Niko Doda prap super, Marta Moli, respekt e milioni për ju. Luqe Leshi, bravo. Astet Marku, të përshëndes Bata Pjetër, e përshëndes Melanie. Artist Uri Vjetër, faleminderit, Margje Shkolaj. Ju uroj marrësie suksese në punën tuaj, respekt pa fund për ju dhe për Pjetër Gjokën që I kam mik, shok e dashamir. Ju përshëndesim përzemërsisht. Tone Pali, respekt. Suela Ela, Pashk Gjoka, I falenderojmë. Nder dhe lavdi gjithë pajtimtarëve Zyra Ahmetaj, urime misionit miqtemi, respekt ju dhe të ftuarit nderit. Nderim për ju, Petrit Marku, bravo, faleminderit, dhe respekt, faleminderit shumë Petrit. Zoti Gzim po munde me na lexu këto të sotmet sepse nuk më nxjerr kollaj telefoni. Tek Sibilat e Veriut, ndoni apo? Po, tek Sibilat kjo e sotmja. Po. Nëse mundesh. Do të përpiqemi. Miranda Troci Derti, mirëmbrëma, stafit të Radio Sibilat e Veriut, suksese emisionit tuaj, nderime të ftuarit të sonтëm. Bora Sejdia Shkoza, mirëmbrëma për ju drejtues të Radio Sibilat e Veriut. Mirëmbrëma të nderuarit Pjetër Gjoka, urime për këtë promovim të librit, plot vlera një libër që ja vlen të lexosh, suksese. Hasie Ramadani, përshëndetje udhëheqësve të Radio Sibilat e Veriut, përshëndesim edhe zotin Pjetër Gjoka, përshëndesim edhe ne sigurisht. Zyra Ahmetaj, përshëndetje për emisionin, ikin përsëri, dhe ju përgëzoj miqtë e mi. Të ne kemi Meri Kusi, përshëndetje emisionit dhe urime të ftuarit. Meri Kusi përsëri, bravo mike e dashur, Diamant, dhe kemi edhe urimin e fundit të saj, urime të ftuarit. Faleminderit dhe ne I përshëndesim gjithë miqtë që kanë përshëndetur. Përshëndesim shumë për nëse ka mundësi librin të afroni edhe pak, zonja Prenda, më afër monitor. Që kanë pëlqyer. Po, sigurisht, ky është pra libri, ballina e librit dhe autori zoti Pjetër Gjoka. Pra është edhe qytetar nderja, po është kjo shenja sepse ne në Kosovë nuk I njohim aq sa duhet to shirita, por me sa mund ta lexoj aty,
Po. E lartë e pajtimit mbarkombëtar Pjetër Gjoka. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për imazhet që na sollët. Kryetar Deri për Lezhën. Nën kryetar për Komitetin e Pajtimit Mbarkombëtar, siç e tham edhe gjatë emisionit, pra gjatë gjithë jetës tij i ka kushtuar një kohë shumë të rëndësishme misionit të pajtimit. Miq të nderuar, këtu dua ta falenderoj edhe botuesin tan, zotin Artan Krasniqi dhe Seven Davis nga Prizreni, pra shtëpinë botuese e cila ka marrë përsipër pra botimin e këtij libri të zotit Pjetër Gjoka. Falenderoj dhe përshëndesim. Përshëndesim edhe një herë. Faleminderit. Zoti Gzim, nëse ju do të na thoni diçka, po do të shtoni diçka. unë e falenderoj zotin Pjetër, e kam falenderuar vazhdimisht për këtë libër të mrekullueshëm që gjendet në arkivat e çdo qytetari, pasi nga shpirti i tij ka si vrell gjithë ajo pasuri e pajtimit të një kombi. E derdhur në letër me laps e me mendje të hollë. E ftojmë që libri i radhës të jetë akoma edhe më i bukur, por se di se çfarë mund të shtojë tjetrit, por ne gjithmonë shpresojmë dhe kërkojmë. Përshëndesim e falenderojmë të gjithë miqtan që na e kanë ndjekur, të gjithë ata që i kanë pëlqyer emisionet, ata që i kanë dërguar komentet, janë gjithmonë me ne të palodhur, ne nga ata presim edhe ndonjëherë ndonjë këshill, ndonjëherë diçka ndryshe. Pjetri ishte shumë vital sonte si gjithmonë në fakt për të përcjell edhe mesazhet e këtij viti për festa të gëzueshme, për një kohë më të bukur. Gjithashtu edhe unë i uroj një javë të mbar, një muaj të suksesshëm. Ne do të takohemi sërish para festave të fundvitit. E një natë të qetë për të gjithë. Faleminderit zoti Gzim për teknikën, për gjithçka që po vuan me ne. Faleminderit zonja Brenda. Unë i bashkoj urimit tuaj për zotin Pjetër që sa më shpejt kemi në dorë librin e 4 dhe akoma më të bukur, akoma më voluminos se ky dhe të na sjell akoma më shumë materiale, pra ta them modestin pak dhe të na sjell akoma më shumë nga jeta dhe vepra e tij, pra nga puna e tij në këto aktivitete kombëtare. Unë falenderoj juve, zonja Brenda, zotin Pjetër dhe të gjithë ata që na ndoqën, morën mund sonte dhe ndan kohën me ne. Miq të nderuar, emisioni toni erdhi fundi dhe ne shpresojmë në emisionet të tjera do jemi përsëri bashkë. Urojmë një natë të mirë për ju dhe gjithë ata që na ndoqët. Natën e mirë zoti Pjetër, natën e mirë zonja Brenda. Natën